Të gjithëve të nderuar shikues, ju ftoj të na ndiqni në këtë edicion qendror informativ të News 24, ju njoh me zhvillimet kryesore. 14 maj, ambasada e SBA thirrje politikës dhe institucioneve shqiptare, siguroni zgjedhje të lira e të sigurta, do vëzhgojnë procesin në terren. Pak orë nga mbyllja e fushatës, presidenti Bajram Begaj thirrje politikanëve, tani të gjithë duhet të heshtin, qytetarët të flasin. Arrestohet gjatë natës në lokalin e tij në Himar kandidati i opozitës për Bashkinë Himar minoritari Fredi Beleri, sipas policisë e prokurorisë, ai u filmua duke dhënë para në këmbim të votave. Reagon për arrestimin kryeministri grek paralajmëron Shqipërinë, nëse e doni Bashkimin Evropian, siguroni zgjedhje të lira dhe lironi të arrestuarit. Berisha e Meta dënojnë arrestimin e Fredi Belerit, sipas tyre ky veprim është mënyrë për të trembur zgjedhësit me dhunë. Berisha tha se Rama e Balluku po kryen krime elektorale. Përplasje në Maliq, deputeti demokrat Edmond Spaho nuk lejohet të filmojë në takimin e kandidatit socialist Gëzim Topçiu me traktorist. Velia e ka ndryshuar Tiranën, qytetarët e kryeqytetit është personi i duhur dhe ka shanset reale për të fituar. Do votojmë Iglicaren e shkëlqim Hoxhën, qytetarët në Durrës dhe Rogozhin thonë për News 24 se janë lodhur e mërzitur nga 28 vite keqeverisje të socialistëve. Rivali Erdogan në zgjedhje akuzon Moskën për ndërhyrje në proces, bën thirrje të dashur miq rus, hiqni duart nga shteti turk. U shpall fajtor dhe duhet i paguaj $5 milion shkrimtares Jean Carroll, ish presidenti Trump apelon vendimin e gjykatës. Dhjetra mijëra njerëz qëndrojnë në kufirin SBA Meksik, presidenti Joe Biden vendos rregulla strikte në politikat kufitare. Dy ditë nga zgjedhjet e 14 majit, ambasada amerikane në Tiranë ka një mesazh lidhur me procesin zgjedhor që pritet të mbahet ditën e diel për të zgjedhurit vendor. Ndërsa i konsideron zgjedhjet si themeli i demokracisë, ambasada amerikane në Tiranë apelon të gjitha partitë politike dhe institucioneve që të sigurojnë që veprimtaritë zgjedhore të kryhen në përputhje me ligjin shqiptar dhe me standardet ndërkombëtare. Autoritetet shqiptare duhet të sigurojnë që zgjedhjet të jenë transparente, të lira dhe të sigurta, ashtu si në proceset të mëparshme, përfaqësues ndërkombëtar përfshirë nga ambasada e SBA do të udhëtojnë përreth vendit si vëzhgues në zgjedhje. Zgjedhjet janë themeli i demokracisë, siç kemi bërë gjatë 30 vjeçarëve të shkuar, Shtetet e Bashkuara do të mbështesin vullnetin e popullit shqiptar për demokraci të fortë, thuhet në njoftimin e ambasadës së SBA. Teksa na ndajnë edhe pak orë nga mbyllja e fushatës zgjedhore, presidenti i Republikës Bajram Begaj është drejtuar me një mesazh politikanëve duke ju kërkuar që të heshtin. Kreu i shtetit ka deklaruar se deri tani kanë qenë kandidatët që kanë folur duke shpalosur propozimet dhe platformat e tyre, ndërkohë që kjo është koha kur qytetarët duhet të flasin me votën e tyre. Ai u bëri thirrje qytetarëve që të votojnë me përgjegjësi. Të nderuar votues, është mbyllur tashmë si pari propozimeve që ju keni dëgjuar për disa javë gjatë fushatës elektorale. Të gjithë të angazhuarit në zgjedhje kanë folur, si kanë dashur, kur kanë dashur dhe me intensitetin e paevitueshëm të propozimeve partijake. Tani, të gjithë duhet të heshtin, sepse ju do të flisni, dhe kjo është thelbësoria, vota juaj. Zgjedhjet vendore ju japin mundësinë për të përmirësuar hapësirën e drejt për drejt të jetesës. Pikërisht, përfaqësuesit që do zgjidhni nesër do të jenë përgjegjës për cilësinë e saj. Ata do të kenë detyrimin e mirë menaxhimit të burimeve vendore dhe për të krijuar nëpërmjet tyre mundësi të reja zhvillimi për projektet e së ardhmes për qeverisjen vendore. Ndaj ju lutem, hidheni votën tuaj me përgjegjësi, pa e anashkaluar këtë moment shumë të rëndësishëm për qytetet e komunitetet tona. Votoni e siguroni që do të dëgjoheni nesër e në ditën e vijim. Me këtë rast, dua të rikujtoj të gjithë drejtuesve të institucioneve të ngarkuara nga ligji për mbarvajtjen e zgjedhjeve.
përgjegjësinë e tyre të madhe të qenit vendimtar në mbrojtjen dhe në konsolidimin e mëtejshëm të demokracisë. Ju kërkoj të jeni në lartësinë e kësaj sfide, të cilën ja kemi detyrim të gjithë qytetarët shqiptar, e veçanërisht brezit të ri. Ja kemi detyrim shpresës së diasporës shqiptare, që i mban sytë dhe zemër nga deu, dhe të gjithë punës madhe që është bërë pa dallim krahu politik, për të siguruar pluralizmin dhe demokracinë në Shqipëri. Të nderuar votues, ju lutem flisni me votë, duke ju uruar mbarësi në familje, komunitet dhe në kauzat tuaja, ju ftoj të ushtrojmë të gjithë të drejtën tonë për të zgjedhur alternativën që gjithë secili mendon se përmbush pritshmëritë personale. Qytetarët e Tiranës do të marrin masivisht pjesë në zgjedhjet e 14 majit. Ata tha në News 24 se kryeqyteti ka ndryshuar këto vite në ndërtimin e Erion Veliajt, që e cilësuan si një njerëz të punës dhe personin e dur për të rizgjedhur sërish si qytetar i parë. Ndjekim intervistat që gazetari ynë mori sot në Tiranë. Veliaj është djalë simpatik, djalë harizmatik, gjitha gjanat e mira i ka. Velia do të fitoj prap, e do të punoj prap, e populli përkrahet gjitha gjanat. Të shqiptarësh poshtë më në varës është ndryshe, edhe këtu ka ndryshuar çik të shih këtu. Jam ba mesore, gjithë këtu ishin historia gjithë thyme. Ka ndryshuar shumë. Jashtëzakonisht mirë, shumë lart. Në krahasim si kanë qenë. Ne kemi një rilinje, kemi një zhvillim tjetër. Bot kuptim bashkohor në atë që kemi qenë dikur. Tirana është bo qatë të e mund. Vetëm me qenë qarmë, mos me i pa. Gjithë kanë ndryshu, çdo gjë. E kishin ato bashki qarë bon. Na e bon pagur i njës, vetëm për droge, për lanën e bon për faqet zes. Dhe shikoj, ka lezet shpirtin. Tirana për këtë vite ka bërë dyshime të jashtëzakonshme. Sani më i duhur është Erion Velia, sepse ai ka dhënë provat e tij në këto vite që ka drejtuar bashkinë. Ndërsa ke Belindi dalloi ndershmërinë, karakterin dhe duket si djalë i përgatitur. Është punuar shumë. Nuk kam qenë në Korçë, po me thënë drejtën, Tirana ka ndryshuar rrënjësisht. Ka punu mirë për 4 vite, ndryshimin tjetër dhe Erion Velis 10 vjet me një rrugicë që shtëpia ime, nuk ushtru me asfalt mes të laprakës. U desh me ardhe Erion Velia kryetar, më ushtru rrugica. Tirana ka ndryshuar, me thënë të drejtë. Ato që ka bërë ai. Ka ndryshuar komplet, nuk është se pastërti ka, rregull ka, s'ka qenë kështu Tirana. Tirana është bërë shumë bukur. Duket se është punuar. Ndriçim, rrugë, ujësielës, këto. Ka zhvillim, ka përparim, qoftë në rrugë, qoftë në shkolla, qoftë në kopshte, qoftë në çerdhe. E djathtat është për popullin po flet mirë. E prit të mjaft këtë 10 vjet, ta shohim në këto. Besoj se edhe këto 4 vjet është me Veliaj. Tirana ka ecur përpara, ka meriton plotësisht emrin metropol. Kështu që ardhmja e Tiranës dihet që është e bukur dhe e mirë. E shkëlqyer. Për disa gjëra është shumë serioz. Ma mirë s'duhet. Ka puno ballë. Ballë ka rrugë, ka shkolla, ka zeshka. Shumë mirë kanë bërë ndryshime shumë Erion Velia me bashkë me kryeministin. Po ky Belindi më duket se është njeri i mirë me shkollë, me të tëra rregullat që do njeriu apo jo. Erion Velia ka i kontributin çik më të madh. Tirana ka ndryshim, se keni pa Tiranë në fillim dhe fare kur fitoi Partia Demokratike. Si ishte Tirana? Gjithë ka qenë Tirana. Shumë ka ndryshim Tirana, edhe do ketë akoma më shumë. Punëtor. Ka dëshirë për punëtor, të jetë punëtor, të spikat në këtë drejtim. Si u shef. Po për të përcaktuar, nuk përcaktoj dot jo se ardha ka shumë gjona. Shumë mirë. S'mund asnjë gjë. Ndryshimi nga 2013 deri duket qartë. Çdo njeri ka sy dhe mund shikoj. Ndryshimi ka qenë shumë i dukshëm. Do batë rotacion se s'ka. Ai bashkisë punon shumë mirë. Po janë ndryshime shumë të mëdha. Sa e ka marrë Erion në dorë? Ka ecë çdo gjë, ka ecë mbar. Asfalti që është hedhur gjithandej është, me ato mundësi që ka pas bashkia, ndryshimet të ndërtimin e institucionet shtetërore, shkolla, çerdhe, ka ndryshime të që duken. Po shikoni lagjeme në Prag për shembull. Ja asfaltuar, gjërat janë rregulluar, ka mundësi më mirë. Më mirë po.
Megjithatë ka një farë ndryshim. Tirana normalisht ka ecur. Tash Tirana ka ndryshuar, se është bërë më e bukur, ndërtime të reja, vjeca të mira. Ndryshimi është kolosal. Tirana mua më pëlqen shumë, ka ndryshuar goxha. Si ka qenë Milano? Si rregulluar gjitha ajo. Të gjitha të mirat. Ku do që të lëvizësh? Kandidati i koalicionit Bashkë Fitojmë në Bashkinë e Himarës, Fredi Beleri, u arrestua gjatë natës së kaluar i akuzuar për korrupsion aktiv në zgjedhje në bashkëpunim. Për të njëjtën akuzë u arrestua edhe një prej shoqëruesve të Belerit, avokati dhe një antar i shtabit. Personit të cilët i jepeshin parat në këmbim të votës ishte infiltruar i policisë. Arrestimin e Belerit kreu i PBDN-s Vangel Dule, e cilësoi sulm të pastër politik të orkestruar nga kryeministri Rama. Kandidati i koalicionit Bashkë Fitojmë në Bashkinë e Himarës, Alfred Beleri, është arrestuar natën e kaluar nga forcat të shumta policie. Ai ndodhej në ambientet e lokalit të tij në shëtitoren e Himarës, kur forcat shqiponja dhe ato të ndërhyrjes së shpejtë arrestuan dhe shoqëruan në komisariatin e Vlorës, nën akuzat e korrupsionit aktiv në zgjedhje kryer në bashkëpunim. Për të njëjtën akuzë u arrestua edhe një prej shoqëruesve të Belerit, Pandeli Kokaveshi, ndërsa u shoqërua avokati dhe një antar i shtabit. Sipas prokurorisë, Beleri u kap në flagrancë teksa në bashkëpunim me persona të tjerë jepte shuma monetare në këmbim të votës. Mësohet se personi që mori parat ka qenë i autorizuar nga policia dhe prokuroria për të kapur në flagrancë të dyshuarin në fund të një hetimi që kishte nisur në 8 maj. Janë referuar në prokurorim pranë gjykatës shkallës parë Vlorë informacione në lidhje me disa shtetas të dyshuar të përfshirë në veprimtarinë e kundërligjshme të shitblerjes votës për zgjedhjet vendore të datës 14 maj 2023. Kuadër të operacionit policor të koduar Matrix është bërë arrestimi flagrancë i shtetasve DB, alias AB 51 vjeç dhe PK 44 vjeç për veprën penale korrupsion aktiv në zgjedhje kryer në bashkëpunim, në cilësinë e provës materiale është sekuestruar një shumë monetare për 40.000 lekësh të rinj. Policia thirrri dhe disa banorë të zonës së Himarës për të dëshmuar nëse ju është kërkuar vota në këmbim të shumave monetare. Na mori pse do votoni për të demokratikën. Ju do votoni për demokratikën? Ato nuk e them, po që tani po për demokratikën. Nga Himara, kemi ardhur 20 veta. Socialistja për lek jo, për na ka thonë vetoni për mua. Kurse këta demokratikës jo. Sa kanë thonë, unë kam dëshirë vetë tani nga inati, nga ajo që ata më të keqë atë, do jetë demokratikës. Kush e premtoi për lek? Ata ka Himara. Ai e Boranove, Beleri, ishte Beleri dhe në ata do t'i japën lek. Është premtuar se do marrim 200.000 lek nga Niko Panajoti për Belerin. Po kur do t'i merrni këto lek? Që nuk e di mbas votës. Thjesht më ka thënë Niko Panajoti që jepja votën Fred Belerit. Kreu i PBDN-s Vangel Dule cilëson arrestimin e Belerit sulm të pastër politik të orkestruar nga kryeministri Rama. Teksa bën thirrje për lirimin e kandidatit të koalicionit Bashkë Fitojmë, Dule apelon ndërkombëtarët që të vëzhgojnë procesin zgjedhor në Himar në mënyrë që të mos t'i tërësohet vota. Është një akt i pa precedent, i pa shpjegueshëm nga çdo këndvështrim dhe optik demokratike. Thirrja jon është lirimi i menjëhershëm i zotit Beleri, garantimi i procesit zgjedhor, i votës së qytetarëve dhe heqja dorë një herë e mirë nga zoti Rama nga intimidimi i qytetarëve. U drejtohemi përfaqësuesve të komunitetit ndërkombëtar për monitorim të gjithditshëm të qendrave të votimit dhe të KZAZ-s Bashki Himar, sepse vetëm kështu do t'i priten shanset kryeministrit Rama, i cili ka dhënë objektiv të tij strategjik në shërbim të interesave të tij klienteliste në implementim gjatë gjithë viteve të fundit në dëm të pronave të Himarës, me qëllim që të garantohet procesi dhe shmangja me çdo kusht e manipulimit të tentuar nga zoti Rama. Çështja është duke u hetuar nga policia dhe prokuroria e Vlorës. Avokati i Fredi Belerit, Romario Memina, e ka cilësuar arrestimin e klientit të tij të paligjshëm dhe ka kërkuar lirimin e menjëhershëm. Avokati bëri të ditur se klienti i tij ndodhet në gjendje të rënduar psikologjike, ndërsa në komisariatin e policisë së Vlorës për të takuar Belerin nga afër mbërriti dhe ambasadoria e Greqisë në Shqipëri, Konstantina Kamici.
Romario Memina, i avokati i Fredi Belerit, kërkoi lirimin e menjëhershëm të klientit të tij, pasi sipas tij arrestimi është i paligjshëm. Memina i tha se ka patur mundësi të atakojë Belerin në ambientet e komisariatit të policisë së Vlorës, ku bëri të ditur se klienti i tij ndodhet në gjendje të rënduar psikologjike. Arrestimin e paligjshëm edhe lirimin. Realisht gjendja shëndetësore tani nuk është fort e mirë. Ka gjendje të rënduar psikologjike, emocionale. Avokati shprehet se akuza korrupsion aktiv në zgjedhje kryer në bashkëpunim në kushtet e flagrancës bie poshtë, pasi Beleri ka qenë duke darkuar me miqtë e tij dhe nuk është kapur duke shpërndar para. Vetë shtetasi Beleri ka qenë me dy miqtë e tij duke darkuar në një lokal dhe kanë dalë jashtë duke biseduar sepse normal janë në fushatë elektorale dhe bisedojnë gjatë fushatës. Në ato moment i ka vajtë policia dhe pretendon se shkapën në kushtet e flagrancës, por që kushtet e flagrancës nuk ekzistojnë sepse neni 253 dhe 254 Kodi i Procedurës Penale parashikon që kushtet e flagrancës duhet të kesh diçka që t'i japësh ose lek. Në këtë moment zoti Beleri nuk është kapur as me lek as me një gjë. Duke qenë se Fredi Beleri është shtetas grek në komisariatin e policisë së Vlorës për të atakuar nga afër, ka mbërritur edhe ambasadorja e Greqisë në Shqipëri, Konstantina Kamici. Do të njëkim tani kryeministrin Edi Rama në një takim në Durrës në mbyllje të fushatës elektorale. Çfarë mund të kenë thënë ata që donin të bëjnë Vlorë, ata që donin të bëjnë Tiranë, ata që donin të bëjnë Elbasan, ata që donin të bëjnë Fier, që përderisa ata që përderisa nuk do bëhet në Tiranë, atëherë secili prej tyre mendonte që duke u bërë atje do kishte më shumë njerëz se në Durrës. Se janë aq të mitingje, nuk janë aq të momenteve përmbyllse kur realisht i vihet qershia mbi tort një fushate elektorale. Mirë po, jam i bindur 100% që gjithë ata që po ndjekin këtë takim nuk po e besojnë dot që po ndodh në Durrës. Dhe do fitojmë, po merrni çik më me qetësi. Dhe ju jam shumë mirënjohës për këtë, nuk diskutohet. Është privilegj që jam edhe deputet i Durrësit, por besoni që është privilegj që t'jem pjesë e kësaj historie të Partisë Socialiste këtu në Durrës, sepse të gjitha këto fitore njëra pas tjetrës nuk kanë ardhur kot, nuk kanë ardhur as lehtë, po janë fitore që kanë ardhur për të shpërblyer një punë të bërë dhe për të dhënë mbështetje për të vazhduar për të bërë më shumë punë. Duke i dhënë besim jo një personi, po duke dhënë besim një skuadre. Në Durrës ne kemi fatin të kemi një skuadër të jashtëzakonshme të Partisë Socialiste. Një skuadër të jashtëzakonshme të Partisë Socialiste që kanë përbërjen e vetë që nga ata që e përfaqësojnë Durrësin në parlament. Dhe këtu dua t'i bëj një përshëndetje shumë të veçantë doktoreshës Klodit. Milvës. Ju e dini që burrave unë nuk i bëj përshëndetje, por edhe deputetëve të tjerë Durrësit. Dua t'i bëj përshëndetje të gjithë antarëve dhe antarëve të Këshillit Bashkiak Durrësit. Dua t'i bëj një përshëndetje kryetarit
tonë të partisë në Durrës. Dua t'i bëj një përshëndetje gjithë kryetarëve të organizatave socialiste të gjithë Bashkisë Durrësit. Dua t'i bëj një përshëndetje patronazhistëve të frikshëm të Durrësit. Dua t'i bëj një përshëndetje të gjithë zgjedhësve, votuesve, votuesave Partisë Socialiste në Durrës. Dhe pa diskutim e lash për në fund, po jo për nga rëndësia, dua t'i bëj një përshëndetje kryetares së Bashkisë Durrësit, e cila ndër shumë cilësi tjera ka cilësinë e papar që t'i fshej emocionet më mirë se çdo kush tjetër që unë kam parë në jetën politike, ndërkohë që t'jeni sigurt ka shumë më tepër emocione sa të gjithë të tjerët që din t'i fshejnë më pak emocionet. Por nuk e harrova as kryetarin e Bashkisë së Shijakut dhe as legjendën tonë të Bashkisë Krujës, sepse që ka një grup ultras nga Kruja që pas ka ardhë. Sepse realisht ashtu si këtu në Durrës edhe në Shijak është bërë i punë e jashtëzakonshme. Por edhe në Krujë është bërë i punë e jashtëzakonshme. Por ajo që është akoma më rëndësishme është që sot ne hymë në një fazë tjetër, sepse Durrësi, Shijaku, Kruja, vërtet janë tre bashki, por është e domosdoshme që ato të ndërveprojnë shumë më tepër me njëra tjetrën, sepse oferta turistike e Durrësit e ka të domosdoshme që t'jetë një ofertë shumë më e gjerë se sa kufijtë e Bashkisë Durrësit. Ashtu si kundër, oferta turistike e Krujës e ka të domosdoshme që t'jetë shumë më e gjerë se sa kufijtë e Bashkisë Krujës, dhe natyrisht kujt do t'i shkote menja në i herë deri disa vite përpara që dhe Shijaku do hynte në ofertën turistike të qarkut Durrësit. Por unë jam i bindur që nuk ka 1 kilometër katror Shqipërisë që nuk ka potencial për të zhvilluar turizmin. Dhe jam i bindur që Durrësi është lokomotiva e transformimit ekonomik jo të Bashkisë Durrësit, po të Republikës Shqipërisë. Durrësi është kthyer në qendrën e gravitetit të një hapi tjetër, të një kapitulli tjetër, të një momenti tjetër e historisë së zhvillimit tonë ekonomik. Sepse më në fund, mbas shumë përpjekjesh, është vendosur baza, por ndërkohë janë lidhur edhe gjërat bashkë, dhe kështu me portin e ri turistik, me portin e ri tregtar në Porto Romano, me kurudhën e re. Durrësi bëhet një pikë lidhëse jo vetëm për Shqipërinë, por bëhet një pikë lidhëse për të gjithë hapësirën e rajonit tonë. Dhe duke u bërë një pikë lidhëse për të gjithë hapësirën e rajonit tonë, Durrësi do të rikthehet se s'bën në atë që ka qenë historia e vetë shumë e vjetër dhe e largët. Historia e asaj porte kryesore të kësaj ane të Adriatikut që romakët e përdorën për të hyrë dhe për të shtrirë në teritoret tjera. Sot, mbas këtij takimi, ne do shkojmë te amfiteatri dhe do bëjmë lançimin e
fazës tjetër të zbulimit të amfiteatrit. Amfiteatri i Durrësit është amfiteatri më i madh që romakët ndërtuan jashtë Romës. Dhe kjo ka një arsye. Kjo ka një arsye, sepse Durrësi ishte pasqyra e anës tjetër të Adriatikut. Dhe duke i dhënë jetë projekteve të mëdha që tani më janë jo më dëshira, nuk janë më as thjesht projekte, por janë plane që kanë nisur të zbatohen, ne do të japim jetë dhe do të vëmë në lëvizje motor të rinj me shumë herë më tepër kuaj fuqi të ekonomisë shqiptare. Dhe do të krijojmë një hapësirë krejt të re për punësimin cilësor të gjitha atyre që duan të jetojnë me punë, por me të drejtë duan të paguen shumë më mirë në punë. Pa diskutim që do t'japim jetë një historie krejt të re tregtie të Shqipërisë si një ny Elise. Dhe në këtë histori krejt të re tregtie, Shqipëria do t'jetë ajo që do të përfitojë pa diskutim. Shumë çka nuk ka arritur ta përfitoj dot në dekada, e pse jo edhe në shekuj. Për gjitha këto, na duhet me patjetër, jo vetëm që të vazhdojmë të shkojmë vetëm përpara, por na duhet me patjetër një mbështetje shumë e madhe. Na duhet me patjetër një bashkëpunim shumë i ngushtë mes qeverisë, Bashkisë Durrësit, Bashkisë Shijakut, Bashkisë Krujës. Dhe në këtë moment është shumë e rëndësishme që qytetarët durrësak, jo vetëm ata që e kanë votuar dhe da votojnë përsëri Partinë Socialiste, kanë votuar dhe votojnë përsëri kryetarët anë bashkive, por dhe ata tjerët që ndjehen me i përkatësi tjetër politike, ata tjerët që janë të rreshtuar në një kamp tjetër politik, ata tjerët që për arsye të historisë familjare vazhdojnë të besojnë, të mendojnë se i përkasin të djathtës. Në rregull fare, nuk ka asnjë problem. Atyre unë nuk ju bëj thirrje që të vinë votojnë Partinë Socialiste. Atyre unë bëj thirrje të vinë votojnë për Anin ditën e diel. Atyre unë ju bëj thirrje të votojnë për Turin ditën e diel, votojnë për Eltonin ditën e diel. Sepse vota ditën e diel nuk është një vot për të ndarë me tifozlik se kush është më i fortë. Ekipi i Durrësit në futboll apo ekipi i Shijakut apo ekipi i Krujës. Vota është për të marrë në punë dhe për të mbajtur në punë njerëzit e duhur për të shërbyer këtij projektit madh. Këtij projektit madh transformimi, që është dhe arsyeja pse unë kam ardhur deputet në Durrës, që është dhe arsyeja pse unë jam shumë i pranishëm në Durrës. I keni dëgjuar kur thonë Edi Rama shkon në Durrës shpesh se nuk i ka mirë punët e Mirjana dhe i kanë dalë keq sondazhet. Sepse nuk e kuptojnë fare se për çfarë bëhet fjalë. Nuk e kuptojnë fare që në fakt këtu bëhet fjalë për të ardhmen, bëhet fjalë për një potencial të jashtëzakonshëm që ne vetëm sa kemi filluar ta vëmë në punë dhe që duhet bëjmë shumë më tepër punë, duhet shpenzojmë akoma më shumë energji që ta vëmë në punë gjithmonë më shumë në shërbim të komunitetit këtu, por në shërbim dhe të gjithë Shqipërisë. Dhe sa për sondazhet dhe sa për rezultatin, unë i them atyre që duan ta dinë si do dalim ne ditën e diel në Bashkinë e Durrësit, që të marrin të numërojnë sa njerëz ka këtu sot dhe ajo do jetë diferenca e rezultatit ditën e diel. Që mos çuditen fare. Mira e mira e mira e mira e mira vota diferencë mes Emiliana Sakos,
se kështu e ka ke fleta votimit. Dhe ati që nuk po e zen fare me gojë se kemi folë i dim gjitha. Dhe këtë pamje ka që bukur që duket si hapja e sezonit më të bukur turistik, unë them që mos ta prishim as ka ana akustike me turist të dështuar të politikës vjetër që vinë vërdall në për Shqipëri, edhe që janë gjithmonë më pak. Dhe nëse kjo gjithmonë më pak shikohet çdo ditë më shumë në mbështetjen që gjejnë në përsheshe, unë jam i bindur që ditën e diel do të fillojë të shikohet shumë më qartë dhe gjithmonë më shumë pastaj në zgjedhjet mas 2 vjetësh se si jo shumica, që shumica as nuk i ka dashur, as nuk i ka afruar prej kohësh, po edhe pala tjetër, ajo pal e pakicës që ka qëndruar stoike pas tyre, do t'i braktis në kërkim të diçka e tjetër. Nuk po them që do vinë dhe do futen gjithë Partinë Socialiste larg qoftë, se do asaj do më detyroni të shkoj ta bëj unë Partinë Demokratike, edhe ta fillojmë nga e para, por natyrisht kjo nuk ndodh, por e kam fjalën që do të çlirohet Shqipëria politike dhe nga i madh. Ndërkohë që ne me këtë pamje këtu në Durrës ju themi të gjithëve atyre që hezitojnë atë vinë me ne, mos vinë me ne, ose atyre që thonë me këta shkojmë kur, shifeni më sa bukur është jesh me ne. Shive që aknajsi është jesh me ne. Shiveni. Ka lezet. Njerëz të lirë, njerëz që kanë ardhur për kënaqësi. Ndërkohë që nuk dua ta mbyll pa thënë disa fjalë lidhur me ato që ka të bëjë drejt për drejt me gjithë këto projekte, me gjithë këto plane, me gjithë zhvillim, që është ekonomia e gjithë secilit dhe çdo familje shqiptare. Sepse Durrësi ka kapacitetin të krijojë një fuqi që të rrisë mirëqenien jo vetëm të familjeve që jetojnë në Durrës, po të ndikojë mirëqenien e të gjitha familjeve që jetojnë në Shqipëri. Dhe nëse sot ende pa i zhvilluar këto projekte dhe me gjitha ato që hoqëm, dhe këtu në Durrës ju jeni dëshmitar të drejt për drejt asaj tragjedie të madhe. Kemi qenë këtu, te ky vend, kur pristim familjet e tmerruara nga tërmeti që i hypnim në për mikrobuza për t'i çuar në për hotele. Keni qenë dëshmitar si gjithë shqiptarët të gjitha atij tmerrit të madh të pandemisë. Jeni dëshmitar si të gjithë të tjerët të problemeve të mëdha me inflacionin, me çmimin e frikshëm të energjisë elektrike, kështu me radhë. Dhe sot po bëheni dëshmitar të faktit se me gjithë këto probleme që na kanë detyruar që të ndalojmë në vend, jo një herë, po 3 herë, të marrim shumë fonde dhe të çojmë për të përballuar ato probleme, jemi sot në momentin kur po bëjmë rritjen më të madhe historike të pagave në Shqipëri. Jemi sot në momentin kur po kthejmë ato që ka qenë investimi i kaq shumë njerëzve me vota, me mbështetje, me sakrifica, me durim të madh, sepse në fund të ditës patjetër që të gjithë ata që na kanë votuar që t'i bëjmë qytetet më të bukura, na kanë votuar që të shtrojmë më shumë
rrugë, na kanë votuar që të sjellim ujin e pishëm kudo, na kanë votuar që të kemi shkolla, qerë dhe kopshte më të mira, na kanë votuar që të bëjmë spitale, na kanë votuar të bëjmë çështje shëndetësore, por na kanë votuar që në fund muaj të çojnë më shumë të ardhura në shtëpitë e tyre. Dhe ky moment është momenti i një kthese të madhe. I një kthese të madhe që do të bëjë që paga mesatare vitin e ardhshëm në sektorin publik të shkojë nga 530 euro që ishte para se ta fillonim të rritje në 900 euro. Dhe patjetër kjo të shoqërohet me një rritje të përgjithshme, siç ka filluar të pagave dhe në sektorin privat. Por ama kjo nuk mjafton. Dhe në asnjë mënyrë ne nuk do ndalemi kur dodhi kjo vitin e ardhshëm. Ne duam që nëse të ardhurat për frym janë rritur nga 3.300 euro që ishin kur ne filluam këtë rrugtim përbashkët në 6.400 euro, pa i quar në 10.000 euro, ne nuk e kemi bërë plotësisht detyrën tonë. E solla këtu këtë për të thënë që të gjitha këto projekte, dhe mos harroni që në rrugën drejt Shqipërisë 2030, projektet më të mëdha, strategjike, kombëtare, i ka Bashkia e Durrësit, sepse 2 portet e mëdha do të ndërtohen këtu, por do t'i shërbejnë jo vetëm Shqipërisë, po do t'i shërbejnë të gjithë rajonit tonë. Dhe natyrisht përfituesi më i drejt për drejt ekonomikisht do t'jetë Bashkia e Durrësit. Dhe Ani e përmendi në fjalën e saj dhe unë dua ta mbyll me këtë pjesë. Me pjesën që ka të bëjë me fëmijët, që ka të bëjë me të rinjt. Durrësi ka domosdoshmërinë që të bëhet një bashki që të jetë një bashki model për të gjithë të tjerë, dhe ne po punojmë për ta bërë këtë model për sa i përket infrastrukturës sportive dhe për sa i përket aksesit të fëmijëve të qendrës dhe të periferive në sport. Kemi ndërtuar një numër të shumë të madh palestrash. E kemi filluar punën në këtë detyrë me palestra në Shqipëri që numëroheshin me gishtat e dorës. Sot kemi qindra palestra. Kemi një lëvizje sportive të re që ka filluar në shkolla, për të cilën Komiteti Olimpik Shqiptar ka marrë përgëzimet më të mëdha nga Komiteti i Madh Olimpik Botror, dhe për të cilën plot nga komitetet olimpike kanë ardhur në Shqipëri për të parë këtë organizim, jo se është në një shpikje, por sepse sot shumë vende po vuajnë largimin e fëmijëve nga sporti dhe mbylljen e fëmijëve mbas ekraneve të kompjuterave, të telefonave, dhe realisht problemin e madh të obezitetit të fëmijëve. Ndërkohë që ne kemi kaq shumë uri, kemi kaq shumë nevojë, na ka munguar kaq shumë kjo pjesë si shoqëri, sa që shikojmë që prindrit e kanë gjën më të rëndësishme mbas kushteve të mira në shkollë që fëmijët e tyre të mundet të bëjnë sport. Dhe Durrësin ne do ta bëjmë bashkinë që do të ketë një program që ne e kemi dizenjuar të fushave sportive, të terreneve sportive për numër fëmijësh të standardeve më të larta të Europës. Dhe qershia mbitor në këtë do të jetë Akademia dhe Shkolla e futbollit e Manchester Cityt këtu në Durrës. Ju e pat që disa filluan të përqeshin. Ata që filluan të përqeshin janë fix ata të cilët Durrësit në vend të këtyre që flasim ne
i lanë mund në mes të trupit një kancer të tmerrshëm. Atë zonën e tmerrshme të plerave, të derrave, dosave, bullicave dhe të helmit Porto Romanos. Kur në 14 maj shkoni të votoni, mos harroni që përballë Anit dhe Partisë Socialiste, përballë Arturit dhe Partisë Socialiste, përballë Eltonit dhe Partisë Socialiste, janë ata të atyre plerave në Porto Romano. Janë fiks ata. Dhe janë njësoj si ajo vatër infekcioni në politikën shqiptare. Ndërkohë që atyre unë ju them nuk ka asnjë problem. Sa herë që ne kemi nisur diçka, jemi përqeshur, pastaj jemi baltosur dhe pastaj puna ka folur vetë. Akademia dhe shkolla e futbollit në Durrës është fillimi një historie krejt të re, jo thjesht për futbollin shqiptar. Por është fillimi një historie krejt të re për të gjithë fëmijët e këtij vendi. Ashtu sikundër është pjesë e historisë së re të Durrësit, që me atë akademi, e cila ka ekskluzivitetin Bashkia e Durrësit për të gjithë Ballkanin, do të bëhet destinacioni i talenteve sportive në futboll nga i gjithë Ballkani. E sotmja është ku e ku më e mirë se sa e djeshmja. Por e ardhmja është ku e ku më e mirë se sa e sotmja. Dhe po aq e madhe, ma besoni, sa që është sot diferenca në mendjen tuaj mes asaj që është sot Durrësi, Kruja, Shiaku dhe Shqipëria dhe asaj që ishte përpara se ne të fillonim të përpjekjet madhe, po aq e madhe dhe diferenca mes kësaj që është sot Durrësi, Kruja, Shiaku dhe gjithë Shqipëria dhe asaj që do të jetë në 2030-ën Shqipëria, Durrësi dhe gjithë Shqipëria. Prandaj këtu nga Durrësi i bëj apelin e fundit të gjithë shqiptarëve që do të votojnë në 14 maj. Dhe ju them atyre që akoma nuk e kanë ndarë mendjen, shikoni Durrësin dhe bëni atë që bën Durrësi. Sepse Durrësi nuk ka qenë kurrë një aktor i flakt, po ka qenë gjithmonë një lojtar shumë i mençur. Durrësi nuk është sulmues, Durrësi nuk është as portier, nuk është as mbrojtës. Durrësi është mesfushori më i mirë që ka skuadra shqiptare e 61 bashkive. Dhe kur Durrësi e hedh topin për të bërë golin, nuk ka bon asnjëherë. Prandaj hidheni votën tek Partia Socialiste dhe tek kandidatët tanë. Ose hidheni votën tek kandidatët tanë, dhe nëse nuk e hidhni dot te Partia Socialiste, mbasi të votoni Anin, ikni nga qendra votimit dhe gëzojuni Durrësi të ri të së ardhmes me Anin, me Partinë Socialiste dhe me gjithë këta njerëz të bukur që janë mbledhur këtu me flamujt kuqezi. Dhe dua që imazhi i fundit i kësaj maratone të jetë ky shesh kuqezi, ngrini të gjithë flamujt. Ngrini të gjithë flamujt. Mos lini asnjë flamur pa ngritur, ngrije flamurin. Ngrije flamurin më. Është njëri që e ka flamurin, po e ka menin nga ajo që ka në krah. Ngrije më flamurin, ngrije. Tunde flamurin fort. Ju hongsha zemrën, ju hongsha. Gjithë dursakve. Rofshin dursakët. Rof Kruja, Shiaku. Rof Shqipëria. Rof Partia Socialiste e Shqipërisë. Se s'ka si Shqipëria, s'ka si Qoqënia,
s'ka si dashnia apo s'ka as si Partia Socialiste e Shqipërisë. Shumë faleminderit. Ishim live nga Durrësi me zotin Edi Rama në këtë mbyllje të fushatës elektorale. Do të vijojmë me lajme të tjera. Arrestimi i Fredi Belerit ka provokuar reagime të forta tek Athina zyrtare. Kryeministri grek Mitsotakis e quajti një ngjarje të shëmtuar dhe i kërkoi Shqipërisë që të mbrojë të drejtat e minoritetit grek nëse aspiron të hyjë në BE. Ministri i jashtëm grek Dendias deklaroi se arrestimi i Belerit 2 ditë para zgjedhjeve është skandal absolut nëse nuk ka prova dhe raportoi ngjarjen tek zyrtarët e lartë të BE-s. Arrestimi i kandidatit të koalicionit Bashkëfitojmë për Bashkinë e Himarës Fredi Beleri ka ngjallur reagime të forta të Athinës zyrtare. Kryeministri grek Mitsotakis e quajti arrestimin e Belerit një ngjarje të shëmtuar dhe tha se Athina nuk do të tolerojë shkeljen e ligjit për këtë rast. Duke i kujtuar Shqipërisë se për integrimin në BE duhet të përmbush standardet, Mitsotakis kërkoi lirimin e menjëhershëm të arrestuarve. Dua të flas për një ngjarje jashtëzakonisht të shëmtuar që ndodhi në Shqipëri, ku fatkeqësisht u arrestua kandidati për kryetar Bashkie të Himarës dhe anëtari i minoritetit kombëtar grek Fredi Beleri. Nga Lesbos ti dërgoi një mesazh vendit mik Shqipërisë. Zbatoni ligjin dhe mbroni të drejtat e pakicës greke. Nëse Shqipëria dëshiron të afrohet me Bashkimin Evropian, ajo ka detyrimin të sigurojë zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe të lirojë menjëherë ata që ka burgosur, në mënyrë që ata të marrin pjesë në procesin zgjedhor. Kryeministri grek theksoi se në zgjedhjet në Greqi duhet të fitojë Partia Demokracia e Re, vetëm kështu sipasi Greqia do të mundet të dërgojë mesazhe të fuqishme tek të gjithë fqinjët, mesazhe të një vendi të fortë me vetbesim dhe siguri. Sa kaq ministri i jashtëm grek Nikos Dendias e ka quajtur skandal absolut arrestimin e Belerit në prag të zgjedhjeve lokale, nëse provat nuk ekzistojnë. Ministri Dendias pohoi se ka raportuar ngjarjen tek përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell dhe tek ministri i jashtëm suedez. Dendias autorizoi ambasadoren greke në vendin ton, Konstantina Kamici, për një takim në Ministrinë e Jashtme ku është pritur nga një prej drejtorëve në këtë institucion. Ajo ka qëndruar për disa minuta në ministri dhe ka shprehur shqetësimin e palës greke në lidhje me arrestimin e Fredi Belerit, në një takim që zgjati vetëm pak minuta. Dy orë pas deklaratës, kryeministri Rama bëri në një emision televiziv ku tha se Fredi Beleri po kërcënon emigrantët në Himar, policia i vuri prangat kandidatit të koalicionit Bashkëfitojmë. Mbrëm Rama paralajmëroi se do të merrej personalisht me kundërshtarin e socialistëve në Himar. Pas kësaj deklarate, rreth orës 00:15 të mbrëmjes, policia zbarkoi në restorantin e Belerit, ku ai ndodhej bashkë me avokatin e tij dhe një antar të shtabit elektoral. Të treve ju vun pranga të akuzuar për tentativë për blerje votash. Pak orë pas arrestimit, kryeministri Rama reagoi në rrjetet sociale duke theksuar se ndalimi i Belerit është një sprovë e madhe për drejtësi në vigjilje të zgjedhjeve. Sipas kryeministrit, shkelja e ligjit nga ana e tij duhet të jetë provuar dhe ndalimi i tij ligjërisht i motivuar. Ndërkohë, ministrja e jashtme Olta Xhaçka theksoi se blerja e votës është një shkelje e rëndë në legjislacionin ton. Me respekt u kërkoi miqve tan grek në Athinë që të monitorojnë nga afër e me durim zhvillimin e çështjes duke lejuar drejtësisë shqiptare të kryejë punën e saj pa presione të jashtme apo mesazhe përçarse, thuhet në reagimin e ministres Xhaçka. Sali Berisha e cilëson një hakmarrje të verbër politike arrestimin e kandidatit të koalicionit Bashkëfitojmë Fredi Beleri për akuzën e shitblerjes së votave. Sipas ish kryeministrit, arsyeja e këtij sulmi të Ramës ndaj Belerit vjen si pasojë e qëllimeve mafioze të Ramës ndaj tokave të Bregut. Ai sulmoi Belinda Ballukun për shitblerje votash dhe shoqërime të fortë. Sali Berisha e cilëson hakmarrje politike arrestimin e kandidatit të koalicionit Bashkëfitojmë në Himar, Fredi Beleri. Një hakmarrje verbër politike e Edi Ramës ndaj një kandidatit të opozicës me manipulime, me angazhim të një manipulatori dhe ish bashkëpunëtori të bandave që drejton sot policinë e Vlorës,
Ermal Muça. Ky ka qenë një bashkëpunëtor me bandën e Shullazit dhe bandat e tjera. Ish kryeministri deklaroi se arsyeja e luftës politike e Ramës në Himar buron prej qëllimeve mafioze që ai ka për tokat e bregut. Janë pasionet mafioze, qëllimet mafioze të Edi Ramës ndaj trojeve dhe tokave të Himars, ato shtytësi i vërtet i këtyre akteve që po ndodhin në Himar. Sali Berisha lëshoi akuza ndaj Belinda Ballukut për shitblerje të votave. Terror është ushtruar në zona tjera të vendit. Nga Belinda Balluku e denoncuar disa herë, e cila shoqërohet me bandit. Ai shprehet se me gjithë krimet parazgjedhore të kryera nga PS, autoritetet nuk reagojnë. Vetëm pensionistë janë shtuar 13.000 në këtë periudhë, në fondin e pensioneve, pa kontribute. Vetëm për aftësitë ndryshe janë shpërndarë në dimër 400 milion lek nga thesar janë këtu. Kreu i PL-s Meta u takua në Selim Blu me Sali Berishën, ku diskutuan për arrestimin e kandidatit të Bashkë Fitojmë për Himaren, Fredi Beleri, si dhe për zgjedhjet e 14 majit. Pas takimit, Meta u shpreh se qytetarët do t'i japin ndëshkimin e merituar dyshes Rama Çuçi. Kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta takoi në Selim Blu ish kryeministrin Sali Berisha, ku në fokus të diskutimit ishte arrestimi kandidatit të Bashkë Fitojmë në Himar, Fredi Beleri, si dhe zgjedhjet e 14 majit. Pas takimit me Berishën, Meta e cilësoi arrestimin e Belerit një provokim nga Rama dhe Çuçi. Inskenimit të tij përmes policisë së Bledit Çuçit, të infiltruarve të tij, për të provokuar ngjarje të tilla, duhet t'ju siguroj që fitoria e opozitës në qarkun e Vlorës do t'jetë ndër më thella. Ky ka vetëm një plan të grabisi pronat të gjithë qytetarëve të bregut nga Vlora e deri në Ksamil, madje u ka grabitur edhe komuniteteve fetare. Sipas Metës, arrestimi Belerit do të dëmtoj politikisht vetëm Ramën dhe jo koalicionin Bashkë Fitojmë, sepse qytetarët do t'i japin dëshkimin e merituar çdo krimi zgjedhor. Do të shkojmë tani live nga sheshi Nën Tereza, nga fushata përmbyllëse e koalicionit Bashkë Fitojmë. Kënaqësinë të prezantoj këtu përpara jush një figurë të shquar të qytetit të Tiranës. Ai ka qëndruar në ballë të luftës kundër pandemisë. Nesër do të jetë përfaqësuesi juaj zë fort në Këshillin Bashkiak të kryeqytetit. Ai është Doktor Ilir Ali Mehmeti. Miq, bashkëqytetar, demokratë aleat, mirë se erdhët në këtë festë demokracisë. Festa vërtet është pas nesër. Është pas nesër kur 700.000 qytetarë Tiranës janë të ftuar të votojnë. E unë shpresoj që të 700.000 dalin të gëzojnë atë drejtën e tyre të votës. Ju kemi dhënë fjalën që ditën e parë në procesin e primareve, ne do t'ju dëgjojmë. Ju a kemi dhënë fjalën. Dhe ka 8 muaj që ne ju dëgjojmë për hallet tuaja të 8 viteve të kaluara. Po çka kemi dëgjuar? Nuk kemi dëgjuar miliarder. Nuk kemi dëgjuar interesa private. Nuk kemi dëgjuar grupet privilegjuara. Ju kemi dëgjuar ju. Kemi dëgjuar qytetarët. Kemi dëgjuar shqetësimet e përditshme. Kemi dëgjuar shqetësimet mbi kostot e jetës papërballueshme në Tiranë. Kemi dëgjuar shqetësimet mbi mungesën e pamjaftueshmërisë e shërbimeve bazë për familjen, për biznesin. Kemi dëgjuar urrëtitjen ndaj korrupsionit, kemi dëgjuar urrëtitjen ndaj abuzimit me taksat, ndaj abuzimit me fondet publike. Kemi dëgjuar edhe zhgënjimin me politikanë që nuk kanë mbajtur premtimet e tyre. Kemi dëgjuar edhe zhgënjimin
me politikanë që kanë tradhtuar besimin tyre. Qytetarët kanë nevojë për zgjidhje konkrete për problemet e tyre të përditshme. Kanë nevojë për një leadership që t'i besojnë, që t'i japi plane konkrete të zgjidhshme, të bazuara faktike me kosto reale, pa thënë pa vërteta. Kjo është arsyeja pse në të gjithë këto muaj ne zhvilluam një program me ju. Një program real për nevoja real për njerëz real, jo për njerëz tallava, për njerëz real. Programi i cili shkon dhe godet direkt problemet tuaja të përditshme, me zgjidhje konkrete. Programi i cili bazohet mbi vlerat më të larta të mbështetjes familjarëve, të fëmijëve, të moshuarve, të personave me aftësi të kufizuar, të personave në nevojë. Sepse në fund fare nga kjo përbëhet Tirana. Duhet mbështesim vlerat e familjes, miqtë e mi. Duhet mbështesim vlerat e traditës tonë. Duhet mbështesim vlerat e çdo komuniteti që përbën këtë Tiranë të bukur. Kjo është arsyeja pse fituam çdo debat publik. Kjo është arsyeja pse fituam çdo debat mediatik. Kjo është arsyeja pse kundërshtari nuk i shkonte zotit Klliçi përballë në debat. Kjo është arsyeja pse dominuam rrjetet sociale masivisht. Kjo është arsyeja pse unë këtë shesh sot gjeta njerëz që janë kthyer nga Roma, nga Athina, nga Tetova, nga kudo për të ushtruar drejtën e votës në Tiranë. Sepse ky program i prek edhe atje larg ku janë ata. E kuptojmë vlerën e tij. Megjithatë, miqtë e mi, jeni ju ata që vendosin mbas 2 ditësh. I ftojmë të 700.000 qytetarët e Tiranës që kanë drejt vote në Bashkinë Tiranë. Të vinë të votojnë, të ushtrojnë atë drejt vote për të cilët baballarët tanë, gjyshrit tanë, paraardhësit tanë u munduan shumë me djers, me gjak, me lodhje, me persekutim për të fituar këtë drejt fjale dhe këtë drejt vote sot. Është një drejt që na e kanë fituar paraardhësit tanë. Ne nuk mund ta shkelim atë. Një familjar duke ardhur duke votuar, i thot familjes së tij, e ardhmja juaj mua më intereson. Një qytetar duke ardhur duke votuar, i thot qytetit ti, qyteti juaj, ky qytet mua më intereson, është qyteti jon. Bashk neve do ta kthejmë Tiranën tek vlerat. Bashk do ta kthejmë Tiranën drejt zhvillimit. Bashk do ta kthejmë Tiranën drejt legjitimitetit, drejt zbatimit ligjit. Bashk do mbështesim zotin Belind Klliçi. Bashk ne do fitojmë. Kam dhe një mesazh të fundit për të gjithë ju. Miqtë e mi, ju kemi dëgjuar. Belindi ju ka dëgjuar. Unë ju ka dëgjuar. Këshilltarët ju kanë dëgjuar. Të gjithë ju kanë dëgjuar. Neve programin të jonë është programi juaj. Por, ne kemi akoma nevojë për idetë tuaja, për energjinë tuaj, për pozitivitetin tuaj, për shpatullat tuaj, për duart tuaj. Programin e shkruam bashk me duart tona. Kemi nevojë për ndihmën tuaj tani, ta kthejmë realitet me duart tona, se Tirana është në dorën tonë. Fitore! Ajo është një nga studentet ekselente, nga ta student që nderojnë, lartësojnë emrin e Shqipërisë në botë, dhe që ushqejnë shpresën se ardhmja e këtij vendi do të jetë ndryshe nga sot. Ftoj përpara jush Neada Astana. Mirëmbrëma Tiranë e dashur, tu ngjatjeta Shqipëri e mrekullueshme. Unë jam Neada Astana, ndihem vërtet e privilegjuar të jem sot këtu me ju. Kam mbaruar studimet e larta në Itali, nga ku dhe u ktheva, me shpresën dhe besimin se Shqipëria dhe të gjithë bitë e saj meritojnë një të ardhme më të mirë. Me djenin se ne mund të kërkojmë më shumë nga vetja
dhe thirrja e vendit na kërkon ne. Politika është një botë e re për mua. Jam afruar Partisë Demokratike dhe veçanërisht Departamentit Brengen dhe Ekselenca, fal hapësirave të reja që kanë mundësuar për ne, studentët ekselent dhe profesionistët shqiptarë në përbot. Jemi në një situatë të jashtëzakonshme ku gjithçka kontrollohet. Çdo pushtet në Republikën e Shqipërisë mbahet nga një person që fatkeqësisht ka blerë dhe segmente që vetë quhen opozitare. Shumë njerëz mund të mendojnë se me 14 maj janë thjesht zgjedhje të radhës, por jo. Këto zgjedhje janë të jashtëzakonshme, si për nga pesha që ka në shoqëri dhe në jetën e përditshme të qytetarëve shqiptar, ashtu edhe për shkak të peshës së stërmadhe që kandidatët e opozitës së bashkuar kanë mbajtur mbi shpatullat e tyre. Ata kanë luftuar kundër një pushteti autokratik dhe kundër imagjinatës fatkeqësisht të shfrenuar të Edi Ramës. Kandidatët tanë kanë ndjekur një proces demokratik dhe jo vullnetin e një personi, jo kryetarin, por bashkimin e mendjeve dhe zemrave të mira qytetarëve që u kanë besuar në procesin e primareve. Kjo forcë i ka frymëzuar ata që më pas të na frymëzojnë ne. Kjo forcë u ka dhënë atyre besimin mbi të cili kanë hedhur themelet e një alternative të besueshme dhe sidomos të vlefshme për përmirësimin e jetës të qytetarëve shqiptarë. Ja ku janë kandidatët e primareve të propozuar nga shqiptarët dhe ja ku janë ata të Edi Ramës që nuk propozojnë asgjë, nuk qëndrojnë për asgjë, por vetëm qeshin të përdorur në hijen e gjatë të kryeministrit. Të dashur vëllezër dhe motra, nëna e baballar, gjyshër të kësaj toke të bekuar, rinia e Shqipërisë kërkon të rritë këtu, por nuk e ka të lehtë, kërkon të kthehet në atë, por nuk i hapen rrugët. Është tragjike, kur ai vend humb besimin tek e nesërmja. Është tragjike, kur një vend humb 30% të popullatës në një dekadë. Edhe më tragjike, kur qeveria e një vendi mbyll syt para dramave kombëtare. Prandaj, 14 maj nuk është vetëm një datë, por është një thirrje. Thirrja ime si bie këtij vendi, si e re, që mund ta kisha ndërtuar jetën në Europë, por zgjodha Shqipërinë është, mos i dëgjoni ata që kërkojnë t'ju tremni, por dëgjoni ata që duan t'ju frymëzojnë. Dilni të dielën në votime, merrni pjesë në zgjedhjet e 14 maj, vendosni vetë ju se kush ju drejton për 4 vitet e ardhshme në bashkitë tuaja. Sot, ne të gjithë së bashku, kemi akoma mundësi të zgjedhim. Mundësia e zgjedhjes mund të duket sot si diçka e mirëqenë, por ama në Shqipërinë e mbytur nga krimi dhe korrupsioni, ajo së shpejti do t'jetë në një luks, nuk do të mund kemi më mundësinë për të zgjedhur. Pas nesër, adheu, Shqipëria kërkon shumë pak prej teje, dil dhe voto, dil dhe zgjidh i lirë, mos e shit votën tënde. Zoti ju bekoft ju dhe gjithë njerëzit e lirë të këtij vendi. Faleminderit. Dhe tani kemi kënaqësinë t'ju paraqesim një kolazh i cili prezanton takimet e gjithë kandidatëve fitues të bashkimit të koalicionit Bashk Fitojmë. Ky ka qenë një udhtim mjaft i bukur, megjithëse i vështirë, i cili mbyllet sonte me këtë fest. Shpresojmë dhe fitore në datën 14 maj.
4, 3, 2, 1. Tarin ardhshëm të Bashkisë Tiranë, zotin Bel Ku jeni vipat e mi? Ju jeni vipat e mi, qytetarët e Tiranës, të rinj, të rejat, burrat, gratë, moshuarit, pensionistët, studentët. Ku janë açut e Tiranës? Ata që lëfët çëmra, që e kuptojnë se qa po them. Ata që si unë jemi rrit në Tiranë, në familje normale, jemi rrit nga prindër normal, kërkojmë të jetojmë një Tiranë normale. Kërkojmë një qytet që mund të na strehojë, një qytet që mund na japi shpresë. Kam hyrë në këtë garë i vetëdijshëm, që mbase mund të jetë gara më e pabarabartë në 33 vite pluralizëm. Por si kundër kam qenë i vetëdijshëm që në momente primareve që kjo do ishte garë e pabarabartë. I vetëdijshëm jam për nevojën e ndryshimit në Tiranë. I vetëdijshëm jam për mbështetjen e qytetarëve të Tiranës. I vetëdijshëm jam për forcën e Partisë Demokratike, familjes time politike. Sot kam një falënderim për familjen time politike, që quhet Partia Demokratike. Ju falenderoj që më besuat në primare, që vendosëm një standard të ri. Falenderoj gjithë kandidatët që garuan me mua, në veçanti doktori Ilir Ali Mehmetin, që së bashku me mua vendosëm një standard të ri në politikën shqiptare. Ku sot jemi sërish bashkë, si që kishim dhënë fjallën gjithë demokratëve, kundër një kundërshtarit përbashkët që quhet Erion Veliaj. Falenderoj gjithë demokratët, të rinjtë e të rejat e forumit rinor, që kanë muaj që janë me mua në çdo cep e lagje Tiranës në qytetin fshat. Falenderoj gjithë demokratët, deputetët, antarët e kryesisë, edhe demokratët e mërzitur që nuk e kanë gjetur veten në base për momentin në projektin ton politik, por që çdo ditë komunikojnë me mua dhe janë koshient se kemi shumë më shumë që na bashkojnë se sa na ndajnë. E sigurisht betejë ditën e diel kundër Erion Veliajt është një arsye shumë e madhe për të bashkuar gjithë votat ditën e diel. Falenderoj në mënyrë të veçantë profesor doktor Sali Berishën, liderin e koalicionit Bashk Fitojmë, që së bashku me gjithë qytetarët opozitarë në gjithë Shqipërinë rikthyen shpresën në vend. Falenderoj zotin Ilir Meta, që çdo ditë me Partinë e Lirisë ka dhënë një kontribut jashtëzakonshëm me të rinjtë e të rejat e Këshillit Bashkiak. Falenderoj Këshillin Bashkiak, një ekip fantastik me njerëz me integritet, me profesionistë, me burra e gra, me njerëz nderuar, të cilët nga i pari deri ke i 62 nuk gjetën dot me muaj tër një fjalë negative për të thënë për ata. I falenderoj gjithë qytetarët që më kanë hapur dyert, më kanë hapur zemrën. Ju kam parë në sy, ju kam parë çdo ditë në vuajtjet e përditshme që keni për të siguruar jetën në Tiranë. Askush nuk e ka menduar që ne në fillim mund të arrinim në ditën e sotme të përmbyllim një fushat fantastike, mbase më pozitiven, më qytetaren, fushatën më me vizion e me program që mund të ketë parë ndonjëherë Tirana. E kjo është faljush, sepse ju dëgjuam, të gjithë sugjerimet tuaja i përfshim në programin tonë që paraqitëm para qytetarëve. Sot nuk ka të vogël e të madh në Tiranë që nuk e di që pas 14 majit Belind Kolliçi autobusin do ta bëj falas në qytet edhe në fshat. Në qytet dhe në fshat. E kam për gjithë qytetarët këtë mesazh, jo vetëm për ata që janë brenda qytetit Tiranës, që paguajnë 400 lekë biletën, po e kam për ata qindra e mira qytetarë të mit,
të cilët këtë barë ekonomike e kanë papërballueshme e mbi gjitha për ata që jetojnë në fshat. Për ata banorët Bërgjitës që paguajnë 800 lek biletën, për ata në Vishnje që e kanë 1000 lek biletën, për ata në Zallbastar që e kanë 1200 lek biletën, për ata në Shkallë që e kanë 1500 lek biletën, për ata të Shëngjergjit që e kanë 2000 lek biletën, e për ata të Malvilzës që e kanë 4000 lek biletën. Kur unë e dhash këtë premtim, të mirë menduar me ekspertët më të mirë të Partisë Demokratike, shumë kush bëri një pyetje, ore si ka mundësi që t'i gjejmë parat, 16.5 milion euro, ku do t'i gjejmë? Po një pyetje e kam. Kur pas ka 430 milion euro për incinerator fantazëm, a nuk ka 16.5 milion euro për studentët, për pensionistët, për familjet nevojë? Po mor, po ka. Parat nga dheu do t'i nxjerrë Belind Këlliqi dhe këtë premtim do t'a mbaj dhe do t'a bëj realitet pas 14 majit. Në nkalimin ke sheshit Skënderbej që kushton sa lulishtja personale e kryeministrit ke kryeministria, unë do t'a bëj realitet pas 14 majit. A e dini qarë kritike ka marrë deri tani? Kushton pak. Kur jam ullur me urbanistët, me inxhinierët, i kam pyetur me ditë të tëra, sa është kostoja, sa është fatura. 4.5 milion euro më thamë, Belind. I pyesja se jetojmë në një vend që rruga kushton 24 milion euro për momentin me këtë qeveri. I pyesja, ora, jeni të sigurt? Po mër Belind, jemi të sigurt. Dhe kur dhash premtimin që do të ndërtoj tunelin nën toksor ke sheshi Skënderbej me 4.5 milion euro, kritika që mora ishte që kushton shumë pak. Po të kisha thënë 20 milion euro, mbase do kisha qenë djali zgjuar, si puna këtyre që janë sot ke bashkia. Premtimi tret, biznesit vogël i drejtoj sot nga këtu një mesazh fare qartë, biznesit vogël e të mesëm, ke Partia Demokratike dhe ke Belind Këlliqi, ke ekipi jonë, bashkë fitojmë, i këshilltarëve, do të gjeni avokatin tuaj më të fort pas 14 majit. Do t'ju ulim taksat me 30%, do t'ju heqim taksën e arsimit, do t'ju përgjysmojmë 2 tarifat kryesore me 50% në mënyrë që të rriteni, zhvilloni biznesin tuaj e të prosperonin këtë qytet. Kam dhënë një fjalë që nuk do të lej njësi në Tiranë, pa qerë dhe kopshe e shkolla, dhe këtë do t'a bëj realitet pas datës 14 maj. Pse? Sepse parat tuaja nuk do t'i vjedh, nuk do t'i prek, do t'i kthej në investime dhe shërbime për qytetin tim. 500 oazet e gjelbërta, mjaftojnë vetëm 200 metër katror për të ndruar jetën e komuniteteve tona, për të bërë një kënd me disa rola, disa pemë, lodra për fëmijë, që kushtojnë sa 2 pisha që bën sot kryetari i bashkisë. Mjaftojnë vetëm 200 metër katror për të rikthyer normalitetin në këtë qytet. E unë këtë do t'a bëj realitet. Ju jap fjalën Aleancës për mbrojtjen e teatrit kombëtar. Teatri kombëtar do të rindërtohet aty ku ishte dhe ashtu siç ishte. Ky qytet do t'i kthehet vlerave, do t'i kthehet identitetit ti, qytetarisë ti, dhe do t'i kthehet sërish qytetarëve. Unë sot nga ky shesh dua dhe njëherë të falenderoj gjithë ata qytetar, demokrat, vullnetar, janë pa fund. Nuk mundem t'ja u përmend emrat gjithëve. E në mënyrë të veçantë falenderoj ata qytetar që sot i kam takuar dhe që më kanë thënë që kanë ardhur nga Greqia, nga Italia, nga Gjermania, nga Franca, nga Amerika, nga Anglia, nga vendet ndryshme të Europës e të botës, për të marrë pjesë në festën e fitores ditën e diel në 14 maj. E për ju të gjithë kam një lajm të gëzueshëm. Na ndajnë vetëm 48 orë nga largimi i Erion Veliajt nga Bashkia e Tiranës. Nga largimi i dikujt që për herë të parë në historinë politike shqiptare ka bërë bashk pas një dallim demokrat e socialist. Qytetar me parti e pa parti, kur thonë që ai është edhe më i keq se Edi Rama. Këtë e vuajnë parët socialistët, të cilëve sot i është marrë peng edhe atyre Bashkia e Tiranës, nga sekti i mjaftit dhe i gënënthenëntës. A e dini se çfarë kishte thënë kryetari i bashkisë para 2 ditësh në kombinat, si justifikim për mungesën e çerdheve, kopsheve dhe shkollave?
i ishte drejtuar policisë bashkiake dhe UKT-s që i kishte veshur si civil, që ta prisnin në kombinat, se asnjë kombinat as nuk ishte, dhe i thonte që e keni parë deputetin tuaj Belindin për 2 vite të ndërtojë në një qerë dhe kopësh apo shkollë në kombinat. I kërkon llogari qytetarëve për punët që duhet i bëj ai, duhet i bëja unë, po në fakt nuk ka faj. Sepse ka marrë nga Unaza e Re para 2 ditësh urimin e parë, ku vetëm si kandidat kam filluar të ndërtoj qerdhe në atë zonë, sepse për herë të parë është kujtuar bashkia të shkoj dhe të flasë për qerdhe. Kur kam arritur të filloj projekte duke qenë kandidat, a e kuptoni qarë do bëj si kryetari këtij qyteti? A e kuptoni se qarë zhvillimi do t'i japim bashkë këtij qyteti? A e kuptoni që në politik nuk jetohet për para? Karriga, dashur miq, është e përkohshme. Ftyra është e përjetshme. Unë ftyrën e kam përjetshme. Mbi emrin tim e kam të përjetshëm. Falenderoj familjen time biologjike, prindrit e mi, vllajin tim, anën që e dua shumë, që është këtu me mua sot, e cila është një shtyllë mbështetëse e imja, dhe i garantoj që sikundër jeni krenar çdo ditë kur më thoni që ecni rrugëve të qytetit, dhe gjithë qytetarët ju thonë që djali po bën një punë fantastike, ju garantoj që dhe si kryetar bashkie do t'ju bëj krenar, bashkë me gjithë qytetarët e Tiranës, të cilët as nuk do t'i gënjej dhe as nuk do t'i zhgënjej. Ju jap fjalën që do t'jemi vërtet, siç kam thënë, në gjithë këtë fushat. Nuk dua të zgjatem shumë, por një mesazh e kam për gjithë ata qytetarë që më shkruajnë që janë të trembur nga dita e diel, se mos i kontrollohet vota, se mos monitorohet procesi votimit. Për gjithë ata punonjës të administratës Bashkisë Tiranë që më shkruajnë çdo ditë në rrjetet e mia sociale, më shkruajnë në inbox, kërkojnë që mos ja u bëj publik emrin dhe me zor presin ditën e diel për të ndëshkuar kryetarin e bashkisë me votë. Ju jap fjalën. Belind Kolliçi i përket një gjenerate krejt lirë. Unë jam rritur në demokraci. Unë nuk i ndaj punonjësit e administratës publike as në të djathtë, as në të majtë. As në qytetar me bindje politike apo pa bindje politike. Për mua punonjësi administratës publike është aset kombëtar, është aset i shtetit. Ama patronazhistët dhe aktivistët paketojnë vetë plaçkat sepse nuk do të kenë më vend në Bashkinë e Tiranës. Jo sepse ato taksa që kemi, ne do t'i kthejmë në shërbime, në qerdhe, në kopshe, në shkolla për qytetarët e Tiranës. I bëj një thirrje gjithë qytetarëve, në qytet e në mënyrë të veçantë në fshat, në fshatin që është i lënë i arresën këto 8 vite nga Erion Veliaj. Ju bëj një thirrje, kur të shkoni ditën e diel, ke dhoma e fshet, e të merrni fletën e votimit, jeni ju dhe Zoti, as kush tjetër aty. As Belind Kolliçi dhe as Erion Veliaj nuk ja u kontrollojnë dot votën. Votoni të lirë. Votoni për fëmijët tuaj, votoni me ndërgjegje të pastër. Nëse jeni të kënaqur me këtë Tiranë sotme, që ka ajrin më të ndotur në Europë, nëse keni parë ndonjëherë trenin elektrik të kryetarit aktual të bashkisë dhe e keni provuar, nëse keni soditur pyllin orbital për 1 milion pemësh, që është një pyll imagjinar, nëse jeni të kënaqur me trafikun në Tiranë, nëse jeni të kënaqur me qerdhet, kopshet e shkollat që mungojnë, me rrugët e ngushta, votojeni kryebashkiakun aktual. Po nëse ndoni ndryshim, nuk ka forcë mbi tokë që mund ta ndalë ndryshimin dhe këtë mund ta bëni fare mirë realitet ditën e diel. Unë ju garantoj që do të jem një si ju, sepse jam një si ju, jam një prej jush. Jam rritur një familje me 2 prindër rroktar, të ndershëm, dhe ma besoni që e vlerësoj shumë ndershmërinë. Për mua ndershmëria është aset i përjetshëm i një njeriu. Dhe për këtë arsye, duke qenë se kam një historik shumë gjatë, edhe familjar të kontributit, një shekullor në këtë qytet, ku me krenari e them, se vetëm 100 vite e 4 ditë pasi stërgjyshi im u zgjodh deputet në parlamentin e parë shqiptar ku përfaqësonte Tiranën, unë u zgjodha deputet, për 2 vite punova me mishe me shpirt për t'ju përfaqësuar ju. Pa të cëduar dhe pa të sheduar as edhe 1 sekond nga puna ime e përditshme në mbrojtjen tuaj.
e gjithçka e lash më njanë, përfshirë këtu dhe mandatin e deputetit para 2 muajsh, kur hyra zyrtarisht në këtë betejë për qytetin tim, sepse nuk mund të qëndroja më dëshmitar okular i shkatrimit të Tiranës para syve të mi. Qytetarë nderuar, demokrat, socialist, me parti, pa parti. Qytetarë që vinin nga të gjitha krahinat e Shqipërisë, nga të gjitha etnit, nga të gjitha racat. Ne jemi të gjithë barabartë, meritojmë shanset barabarta në këtë qytet. Ma jepni mundësinë që ditën e hënë të jem shërptori juaj dhe ta kthej Tiranën në duart tuaja. Ju jam përjet mirënjohës për këtë fushat që kemi zhvilluar së bashku e ju jap fjalën që do të rikthejmë shkëlqimin Tiranës nga dita e hënë e mvijim. Zoti e bekov Tiranën, Zoti e bekov Shqipërinë, Zoti e bekov Partinë Demokratike, demokratët e qytetarët e këtij qytetit mrekullueshëm. Ju falenderoj nga zemra, ju jam për Karon i paqt dhe i gëzueshëm, ju lutem punëtorëve të skenës t'i ulin dritat dhe gjithë se cilin prej jush të ndez dritat e celularve për ta mbushur këtë shesh me dritat e se cilit prej nesh. Rovt Shqipëria, rovt demokracia. Bashk fitojmë. Në 14 maj, votoni numrin 1, koalicionin Bashk fitojmë. Dhe për Tiranën numrin 5, zotin Belin Kolliçi. Këto moment, kam kënaqësinë të prezantoj 2 artistë, se cili prej tyre sa herë ngjitet në skenë nuk ka shpëtim, kollet skena. Mirë prisni Renis Gjoka dhe Eugen Bushpepa. Si jeni Tirana? Do fitojmë apo jo? O, apo jo? Do fitojmë pa tjetër. Jo vetëm Tirana, po gjithë Shqipëria. E di qa mbret nesër, e di qa do më thuash, qa do që të kërkojëm, po do thuash. Kam jetë shumë nga truar, ke për ta kuptuar, unë am ky që jam, po do mund thuash. Superstar, mendon se je superstar. Nuk e di, se di, në mëne mu fiksove vetëm ti. Nuk e di, se di, lojës po e mbajtët më tani. Yeah.
Mendimet po blokohen, blokimet po mendohen. Qa po them se ti je për mua, fiksa jo që tua. Unë I thash të gjitha, po ti qa më thuash. Superstar, mendoj se je superstar. Ti qeke me vërtet. Nuk e di se ti në mande mu fiksove vetëm ti. Nuk e di se ti lojës po e pajton më tani. Hajde çuna goza duara chill. Hajde gjithë duara. Faleminderit, jeni mrekullueshëm. Ladies and gentlemen, përpara jush Eugen Bush Pepa. Hey, a jemi qall njerëz! Ai tregoni se jeni pranishëm! Ai nani mori shikute! Qoki ku qej par, nga beteja se la berim, mes për mes pjeshkër si bie, tili vetëm valutare. Si dori I lash legenda, saj po vjen me vrap drejt vragut, as që I varat, Ervan Bonus, nuk po ja lajnë roket e qagut. Ja ku peri mor ku je, trasin malet me skam, trides era I me stat lag por en kam. Hey! Ja ku peri mor ku je, trasin malet me skam, trides era I me stat lag por en Lutina Rin më shef si shkrep me malaj Gjede lume bane qak Syri kaj tek matani Ja ku peri me bajrak Ja ku peri më ku je Nasin malet me viskam Trides krena I preve Stana korena
prani shumë, tregojni se i prani shumë! Hajde! Qërqor! Të njëherë njës shokën! Are njës! Are të mesin këtë njës! Hej! Hej! Qoni gjithë! Are njës, jemi për fest sote! Se tjera shë jona! Are quna koca boni pak shurm! Yeah! Sprit, as pak, hill, një hap, ne, u bëm shumë, Hajde! bashk, fitojmë, kokën e lartë, burat e dheut, dhe u grafe shumë t'il. Shto fjallë, humbet kuptimin, kërske, sa me full. Një dit, ma shumë duro, me gudzo, t'i shpreso. Yeah! Years old, sky, my love, embrace, eerie, bright, mira duar bën zemra, mira zemra bën një. Çdo fjalë humbet kuptimin, kërske sa me full. Një dit, ma shumë duro, e gudzo, t'i shpreso. Are quna koca tua në qëll! Hajde mi soldiers! Ndryshim, thret kjo tokë, ata që ikën, s'kthehen tot, ata që rrinë, sjedhje s'kan, të gjitha ëndrat ta javran. Mos kuco, të më shash, çdo mëkat mes ne bash. Mos duroj, mos pranoj, emrin tim, mos e zaj, nga kaj. Fjallë, umbet kuptimin, kur s'ke, so me full. Një dit, ma shumë duro, me gudzo, t'i shpreso. Tregojni se kemi energji, come on!
Do fitojmë apo jo? I duam shumë. Partia Demokratike, Belind Këlliçi, do fitojnë në Tiranës, dhe ne do fitojmë jo vetëm Tiranën, por gjithë Shqipërinë. Ju duam! Suksese! Faleminderit artistëve, faleminderit qytetar, ndryshimi është në duart tuaja. Në mes të këtij entuziazmi, nuk ka si të mungonin qendrestarët e mbrojtjes së teatrit. Ata janë një shembull i më i mirë i besimit të patundur dhe i forcës për të çuar një kaos të drejtë deri në fund, deri në fitore, dhe fitoria është rindërtimi i teatrit aty dhe ashtu siç ishte. Do të ngjitet tani në skenë përpara jush një mbështetës i fortë i çështjes së mbrojtjes së teatrit kombëtar, i cili si president e ka çuar atë në gjykatën kushtetuese dhe ka fituar. Kjo fitore është një